CNA është një nga mediat që nuk ka ndalur publikimet, investigimet, denoncimet për çështjen e inceneratorëve, por edhe dosje të tjera me ndjeshmëri të lartë, siç ka qenë dosja 5D, dosja e kryebashkiakut Veliaj e të tjerë. Denoncime mbi afera, të cilat kryesisht janë marrë nga SPAK-u dhe shumë persona përgjegjës kanë shkuar në bankën e të akuzuarve përballë drejtësisë. Një nga më kryesoret është dosja e inceneratorëve, e cila prej 5 vitesh nuk është mbyllur nga prokurori Dritan Prençi, që nuk ka guxuar as ta marrë ta pyes kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajn, në lidhje me këtë çështje. Inceneratori është në Tiranë, ishte në administrimin e Bashkisë Tiranë, në territorin e këtij qyteti në zonën e landfillit, ku u humb dhe një jetë fëmije që ishte Ardit Gjoklaj. Ka letra zyrtare dhe deklarime të kryebashkiakut në lidhje me këtë çështje, por prokurori Dritan Prençi duket se po flen mbi këtë dosje. Ai mund të jetë alamet gjumashi në këtë çështje dhe ndoshta shumë agresiv me dosje të tjera, këtë e zgjedh vet. Por në këtë rast, ai bën një vetvrasje publike, jo vetëm të vetes, si prokuror për reputacionin që duhet ketë, për kolegët e një institucioni si SPAK-u, sepse damkën ja vë SPAK-ut që ka një prokuror që fle. Dritan Prençi tregon stambarte të dyfishta se si një prokuror për çështje të caktuara ecën shpejt, kurse për një çështje madhore që ka qindra miliona euro dëme e vjedhje, fle gjumë. Kjo ngre dyshime për sjelljen e tij, që është një prokuror me standarde të dyfishta që duket, por mund të jetë edhe i paaft. Më pas lind pyetja si ka mundësi që ndodhet në SPAK. Dritan Prençi kërkoi masën e pezullimit nga detyra, argumenti ka qenë i thjeshtë, mund të prish provat. Në fakt, Belinda Balluku ishte ministre e energjetikës dhe infrastrukturës dhe zëvendës kryeministre. Dritan Prençi, në një praktikë normale ligjore, mund të shkonte t'i bënte kërkesë parlamentit për heqjen e imunitetit, ta hetonte në gjendje të lirë, siç pretendon mazhoranca. Së pari, Edi Rama i largon Belinda Ballukun nga ministre dhe mban zëvendës kryeministre. Çfarë do të thotë Dritan Prençi? Nuk është ministre atje ku pretendon prokurori përkatës se do të prish provat. Rama e çon në një detyrë tjetër. Është zgjedhja e kryeministrit ta çojë ku të dojë. Vazhdon detyrën ose jo, është në kompetencën e kreut të qeverisë. Kujtojmë këtu rastin e ish drejtorit të tatimeve, Arben Sevgjini, i cili edhe pse ishte me masë sigurie, ushtronte detyrën nga shtëpia, pasi kishte masë arresti në shtëpi. Erion Veliaj është kryetar bashkie, ushtron detyrën nga burgu i Durrësit. Dritan Prençi, që kërkoi masën e pezullimit, çfarë do t'i thotë një kontrolli të ILD-s apo KLP-s? Si mundet që të kërkohet një masë sigurie pezullim nga detyra për një detyrë që nuk ka lidhje me hetimin, siç është posti i zëvendës kryeministrit? E pezulluan nga detyra si ministre e infrastrukturës, po në rast se e çon ministre bujqësie Edi Rama, Belinda Ballukun, çfarë do të na thotë Dritan Prençi? Do shkoj ta ndjek ministri me ministri që ta pezullojnë nga detyra. Në momentin e parë, në gjykatën kushtetuese, u dha një vendim. Prokurori hodhi një hap të dytë, kërkoi heqjen e imunitetit për të vendosur një masë tjetër sigurie, ndërkohë gjykata kushtetuese pa vendim la në fuqi kërkesën e SPAK-ut që zonja Balluku duhej pezulluar nga detyra. Balluku është e pezulluar, ndërkohë Dritan Prençi ka kërkuar një masë më të rëndë, heqje imuniteti, për të ndryshuar masën e sigurisë. Gjykata kushtetuese e ka dhënë pezullimin, pa vendim. Çfarë do të bëjë Dritan Prençi? Do të heqë dorë nga masa e dytë e sigurisë që kërkoi me shpejtësi, pa pritur të zbardhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Ka shumë pikpyetje që lindin nga juristët dhe këto nuk janë të artikuluara thjesht dhe vetëm nga ne si media, por edhe nga jurist, konstitucionalist, prokuror, ish prokuror dhe gjyqtar, që thonë se këtu ka një ngërç. Prokurori që flen mbi dosjen e inceneratorëve shpik pezullimin nga detyra. Veprim që Dritan Prençi duket se e bëri me protagonizëm publik dhe publik. Dosja e inceneratorëve fle, pezullimi zgjohet. Ngërçe ligjore dhe publike, debatet e lindura mes një institucioni siç është SPAK-u dhe kryeministrit, të krijuara nga paaftësia e një prokurori si Dritan Prençi. Ky është fakt, ashtu siç është edhe paaftësia e Dritan Prençit për të çuar deri në fund çështjen e inceneratorëve, ku ka frikë të marrë në pyetje kryebashkiakun e Tiranës, i cili ishte përgjegjës i territorit ku do të ndërtohej inceneratori, që nuk u ndërtua kurrë. Pa folur më tej për marrjen e administrimin e dokumenteve dhe akteve që janë gjetur në kompjuterat e Bashkëshortja e Velie, që lidhen me kompanitë e inceneratorëve. Këtu fillon dhe mbaron debati për vetvrasjen e Dritan Prençit, nga paaftësia, nga zgjuarshmëria apo nga rrethana të tjera që lidhen me kafe, takime, negociata me të burgosurin e Durrësit para se të binte në pranga diku në periferi të Tiranës.